Gjeniu nuk është gjithë tjetër veç se dhuntia e durimit shumë të madh. Talenti punon, gjeniu krijon, dëshiron të bëhesh mjeshtër, fitoj fshahit që në vogël. Gjeniu në vërtet mund ta njohim vetëm nga fakti se me të shfaqur ai, gjithë trodharët mblidhen kundër tij. Mësimdhënia është profesioni më i dobishëm që ka ndikimin më të madh në lumturinë e përbashkët. Puna nuk e bën një gisht, por grushti. Jeta nuk të dhuron asgjë pa punë të rënda dhe shqetësi. Dy herë nuk jetohet, por ka dhe nga ata njerëz që ndonjëherë nuk dinë të jetojnë. Kush nuk ka një qëllim në jetë, nuk gjen gëzim në asnjë punë. Jeta kërkon njerëz të fortë dhe të guximshëm, pa sentimentalizëm, ndryshe të varros. Nëse pasuritë mbushin duart tona, mos vërnë to zemrën tënde. Sa më i pasur është një njeri, aq më lehtë bëhet maskara. Paraja nuk ka bërë asnjë të pasur. Dituria është thesar, puna është qelsi i saj. Po pa te fat, prindër të kujdesshëm, mësues të mirë, po që se për ty dervin pasurinë, po që se dhe veti i lahtari Zoti për të ndjekur të mirat, mund të bëhesh javë shumë i talentuar, madje gjeni. Miqësia bëhet më e shtrenjtë në rrethanat vështira. Shtëpia është vend qetësie, strehim është frikë, dyshim, padrejsi. Nuk është detyra jote të kërkosh dashurinë, por të kërkosh dhe të gjesh brenda vetes gjithë pengesat që ke ngritur ndaj saj. Ignoranca është nëna e të gjitha krimeve, tregimi i mungesës së zhvillimit intelektual dhe talentit. Mos u shërbeni atyre që nuk sillen as në dobi. Kur je mirë, ruhu nga të këqijtë të sundoj. Kur je keq, përcohu se të rrezojnë. Kur je në rrezik, duaje më shumë veten. Nëse dikush vrapon pas paras, është i shkafët. Nëse i ruan ato, është kapitalist. Nëse po i harxhon, është qefli. Nëse i fiton pa punë, është parazit.